Familja e veprimtarit Haki i Miri ka reaguar ashpër ndaj zhvillimeve politike në Kosovë, duke deklaruar se Lidhja Demokratike e Kosovës ka humbur prej kohësh autenticitetin rrugovian dhe shëndëruar në instrument të planeve politike të lidhura me Shikun dhe PDK-n. Në reagim theksohet se besimi qytetar që dikur gëzonte Ibrahim Rugova, sot reflektohet e kryeministri Albin Kurti, ndërsa lëvizja vetëvendosje dhe Partia Buxo konsiderohen përfaqësues të elektoratit rrugovian. Familja i Miri u bën thirrje qytetarëve që më 28 dhjetor të votojnë kundër korrupsionit, pazareve politike dhe kriminalizimit të shtetit, duke e parë procesin zgjedhor si akt vendimtar për forcimin e sovranitetit dhe demokracisë në Kosovë. Në vim shkrimi i plot të dashur miq, populli i Kosovës ka dëshmuar historikisht aftësi për të njohur dhe mbështetur lidershipin e vërtet, një lidership që ka përfaqësuar interesin e tij politik dhe kombëtar. Besimi i gjerë qytetar ndaj Ibrahim Rrugovës nuk ishte rastësor, ai ishte produkti i një vizioni politik të qartë dhe të qëndrueshëm. Sot, një nivel i ngjashëm besimi qytetar dhe politik reflektohet ndaj kryeministrit Albin Kurti. Duhet theksuar se politikanët që sot pretendojnë trashëgiminë politike të Ibrahim Rrugovës janë, në shumë raste, pikërisht ata që gjatë jetës së tij ishin kundërshtar të hapur të vizionit të tij politik, madje edhe pengues aktiv të veprimtarisë së tij si Isa Mustafa dhe klani i tij, përfshirë sot produktin e tij Lumira Dixhiku. Pas vdekjes së Ibrahim Rrugovës, shkatërimi, përçarja dhe uzurpimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë një proces i dokumentuar, po ashtu edhe shëndërimi i saj në instrument të strukturave të errta të Shikut të PDK-s si dhe të interesave të ngushta politike të klaneve që fundosën filozofinë rrugoviane dhe bashkë me të dhe LDK-n. Jemi dëshmitar të këtyre zhvillimeve, prandaj, zhurma e atyre që dikur e shkatruan LDK-n e që sot pretendojnë se janë LDK-ja është e kotë. Ky proces ka pasur pasoja afatgjata për demokraci në vend dhe ka sjellë në krye të kësaj partie një lidership të ndërtuar mbi ndëshkime, kurthe dhe praktika që kurrë nuk kanë qenë LDK e as nuk kanë pasur lidhje me frymën rrugoviane. Me fjalë të tjera, sot nuk ka më LDK si parti politike autentike për grupe parapolitike të lidhura ngushtë me Shikun dhe PDK-n që bashkëpunojnë për të ardhur në pushtet dhe për të ringjallur pazaret e dëmshme të Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Lëvizja vetëvendosje dhe Partia Buxo përfaqësojnë sot një pjesë të konsiderueshme të elektoratit rrugovian, një elektorat që historikisht ka mbështetur qasjen rrugoviane të shtetëndërtimit të bazuar në sovranitet dhe integritet territorial dhe në institucionalizëm. Bashkëqeverisja e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje Buxo është karakterizuar nga koherenca programore si dhe nga rezultate konkrete në menaxhimin publik. Këto rezultate nuk kërkojnë retorikë të tepruar për t'u legjitimuar, ato vlerësojnë drejt për drejt nga qytetarët. Qytetari i Kosovës sot është më i vetëdijshëm, por rralla me mbretër të gangsterëve politik të opozitës nuk i blen më. Siç po shihet, ekziston një konsensus në rritje se praktikat e pazareve politike me Serbin kanë cënuar interesin shtetëror. Këto praktika janë zhvilluar nga ishullheqës si Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa dhe duhet të refuzuar qartë dhe në mënyrë demokratike më 28 dhjetor. Instrumenti vetëm legjitim për këtë refuzim mbetet vota e lire e qytetarëve. Në këtë kontekst, mbështetja për lëvizjen vetëvendosje dhe Partin Buxo është një zgjedhje që synon shkëputjen nga elitat e komprometuara të së kaluarës dhe ndërtimin e një qeverisjeje të bazuar në lishmëri, transparencë dhe sovranitet shtetëror. Procesi zgjedhor që po afrohet duhet kuptuar si një akt me karakter plebiscitar në mënyrë që shteti i Kosovës të fortifikohet ndaj armiqve të jashtëm dhe të brendshëm. Një votim kundër korrupsionit që kishin mbjellë ujtur pushtetarët banditesk të opozitës për 2 dekada, duhet votohet kundër kriminalizimit të politikës dhe kundër instrumentalizimit të luftës për përfitime personale. Vota për Albin Kurtin, Donika Gërvallën dhe ekipin qeverisës që ata përfaqësojnë nënkupton mbështetje për lirim politike, për pavarësinë e vendimarrjes dhe për ruajtjen e integritetit territorial të Republikës së Kosovës në tërësi.